Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita Venus, e kuruar nga Lek Xheloshi. Ajo sjell imazhe nga arkivi I 3 mjeshtrave të fotografisë, Geg Marubi, Pjetër Raboshta dhe Edet Jakova, duke ndjekur gjurmët e një skulpture që shfaqet në repertorin e tyre. Në qendër të ekspozitës është shtëpia Mark Kakariçit në Shkodër, e njohur më vonë si shtëpia Pionerit, ku janë zhvilluar ngjarje të rëndësishme historike dhe artistike. Një nga momentet kyçe është ai I vitit 1940 me inskenimin e dasmës shkodrane për Institutin Lutz, një dokumentar që nuk u realizua kurrë. Fokusohet pikërisht, siç e thotë edhe titulli, tek emri I kësaj skulpture të famshme që përshkon nga periudha greko-antike e Praxitelit, tek ajo Rilince Botticellit, tek ajo neoklasike e Canovës, tek poezia Rainer Maria Rilkes. Pra, kulturën ka një amplitudë shumë të zgjatën në kohë, tek jo hyni, tek ky mit I bukurisë ideale të përsosur, të cilën e kam gjetë në oborrin e Mark Kakariçit, në fotot e Geg Marubit, Edet Jakovës dhe të Pjetër Raboshta. Drejtori I Muzeut Marubi Lucian Bedeni tregon risitë e këtij sezoni, ndërsa thotë se do të kemi të reja pozitive për Marubin në UNESCO. Është ekspozita e parë me hulumtimin në koleksionin e Edet Jakovës, Geg Marubit dhe Pjetër Raboshtës. Ekspozita e dytë, e cila do të hapet në javën e parë të muajit qershor, do të jetë një ekspozitë vërtet madhore me shumë partnerë, ku Muzeu Marubi është në një partneritet tashmë të ngushtë me Muzeun e Etnografisë të Budapestit, lidhur me gjetjen dhe zbulimin, si thosh, disa reperteve të etnografisë që lidhen me qytetin, por ekspozita e dytë do t'i dedikohet rihetëzimit të pazarit të Shkodrës. Muaji prill do jetë muaji vendimtar dhe besoj se do të jetë një lajm I mirë. Kjo është ekspozita e parë për vitin 2025 dhe do të qëndrojë e hapur deri me 1 qershor, duke ofruar një rrëfim të veçantë mbi historinë dhe artin e fotografisë shqiptare.